الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Me emën të Zotit, bamirësit, mëshiruesit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, rahmeti, e bereqeti Allahu xhalla shanuhu qoftë për mi krejt ju. E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, Zotin e gjithësisë, i cili na ka ba pjesëtar të besimit islam, na ka ba pjesëtar të ummetit Muhammed alayhi salam, na ka udhëzuar në rrugën e tij, na ka ba prej atyre të cilët përpiqen, mundohen me ndjek rrugën e Allahu xhalla shanuhu dhe me e pasu sunnetin e pejgamberit ton alayhi salam. Vllazën e motra, qëllimi kryesor i këtij takimi, edhe i çdo takimi tjetër më parë që është mbajtur në xhamin ton, është thjesht që ne afrohemi me njëri tjetrin, të bisedojmë me njëri tjetrin, me qëllim që ne ta fitojmë kënaqësinë e Allahu xhalla shanuhu para së gjithësh. Pra, për mu mjafton që ne me u pa. Për mu mjafton për ne me u pa. E pastaj, insha Allah, të kena mundësi ta bëjmë një muhabet i cili do t'jetë frytdhënës, insha Allah. Këti takimi, ja kemi ngjit emrin Od për një qëllim. Qëllimi kryesor është që ju të flitni, mirëni pjesë në këtë bisedë bashkë me ne. Do të thotë, mos tjetë një takim i stilit ligjëratës. Unë flas, ju ngoni, fund bëni pyetje, unë përgjigjem dhe aq. Fjala është ajo se na ta ndjejmë çdo njëri vetën se kemi nevojë për tjetrin. Kemi nevojë ta ndihmojmë tjetrin. Çdo kush ka stilin e jetës vet. Allahu në Kur'an po thot: "Qul kullun ya'malu ala shakilati." Thuaj o Muhammed alayhis salam se çdo njeri vepron jetën e tij në atë formën e tij. Në atë se çfarë ai ka zgjedhur me jetu jetën e vet. Wa rabbuka huwa a'lamu biman huwa ahda sabila. Por Zoti yt e din atë që është i udhëzuar në rrugën e tij. Do të thotë as ne nuk e dim çështja e udhëzimit është në dorë të Zotit. Dhe na nuk mund të flasim për të, nga se ne gjykojmë nga ajo se çka shohim jashtë, atë se çka është brenda, e ka dhënë Allahu xhalla shanuhu sekret vetëm për vetë. Ajo një dhe tjetra është, do të thotë, odat të ne
kanë pas një karakter ku në te vërtet ka pas një rend, ka pas një rregull. Muhabeti, kur është ba, njani ka fol, tjertë kanë dëgju. Neve shpesh në bon vakina, por odat tona, ku takohemi dikon, për në rast, qoftë për gzim, e qoftë për ngushëllim, shpesh herë flasim ka 2-3 vetë. Qëllimi është që ne të kena mundësi e të kena vesh me ndigju njani tjetër. Unë ju lusë sinqerisht që çdo njani me marë pjesë. Do të thotë, jo me folë veç unë. Duhet edhe ju të flitni, zbashku të gjithë, temën për cilën unë kom qef me folë në gjithë zbashku këto, është tema e vetvetes tonë, tema familjes tonë. Do të thotë çka? Të flasim për veten, të flasim për familjen, të flasim për diçka se çka gjithë neve na preokupon. Trit, normalisht që nuk e kanë atë hallë sa e kemi ne që jemi si prind, por një ditë edhe ata do të bëhen prind si ne. Normalisht se ajo oda e ka pas një rend. Edhe ne ja kemi mënu do pika ati, asaj odës me rendin e vetë. Dhe më thonë, me e ba një muhabet, insha Allah, që vërtet pikës pari të arrimat qëllimin final, që krijuesi tjetë i knasht me ne me atë se shka ne e flasim. Për më arrit një gjatë tillë, këtu i kemi shkruar disa pika, e para është që do të flasim insha Allah me sinqeritet. E kjo do me thonë me folë me një jetë mirë, e jo Zotin na rujt me hile. Pastaj, kem me i përmend të tjerë, se ndoshta gjatë muhabetit kam, do më thonë, rasti, momenti që dikush me folë për dikan, por çka do t'i përmendin të tjerë për mirë, e nuk do t'i marim na për gojë. Do më thonë çka, mundohemi maksimalisht që të largohemi prej gjunaheve, prej gjanave se çka, Allahu nuk është i kënaqur me to. Do t'i përmendim rastet e vërteta për mësim, e jo emrat e njerëzve për nënçmim. Do të thotë, nëse flasim, nuk e përmendim valla daja jem, valla halla jeme, valla tezja jeme, ose migja jem, jo kështu këtë mirë. Do të flasim, po unë e di një rast, kështu ka ndodhur. Nëse dojna me shoqëru në rast, nuk ka nevojë, nuk është patjetër, por do të bëjmë muhabet, do të thotë çdo njani do të flet. Do të përpiqemi me nëheq muhabeti, jo me e prish muhabeti. Do të thotë, të ketë një frym dashur e të mirë. Do të përpiqemi muhabeti me i dhanë një kahje pozitive, e jo me i dhanë një kahje negative. Çife? Këqia ka boll, sa dush. Të kena, insha Allah, mundësi e rast, do thosh ka të ngjallim të mirën disi. E mbaj mend si student, ma ka lanë një shok i imi një fjalë që e ka lexu dikun se thot Zoti e mëshiroft një njeri i cili e ngjall të mirën tu e përmend, e vdes të keqen tu mos e përmend. Duke mos u marrë me te, ajo vdes. Duke u marrë me të mirën, ajo ngjallët. Gjatë muhabetit, kena me u mundu me fol një fjalë të urtë, e jo me ja marrë kohën njerëzve të urtë. Do njani do me fol, po me fol diçka se çka, do të thotë jetë një fjalë e urtë, një fjalë e dobishme. Jo veç me marrë pjesë, edhe unë thom diçka. Allahu na ruaj, njerëz janë dhe gjanë muhabet, nëhet kur bëhet muhabet, ka mundësi dikush ndoshta me unë ofendu, ose me unë ofendu. Çka me bën atas? Me e kthy me një këshill të mirë,
ose nëse s'ta merr mendja me hesht, ose me fol. Dhe në fundit, inshallah, krejt pajtohemi, dhe në thot, me atë besën e lidhur, në qëto pika, me u përmbajt, e mos me i kundërshtu ato. Unë e kum shkru një ngjarje e cila s'është e vërtetë. Kështu se si unë e kam shkru, por pa marrë parasysh a dim që ka ndodhur dikon, apo e kemi ndigju në televizion, apo kemi një që ka ndodhur te na në Shqipëni, në Kosovë, në Maqedoni, ndoshta edhe në Amerikë, por është diçka se çka është dukuri prezente. Do të thonë është një fenomen që ndodh. Pra me bisedu rreth një ngjarje e cila kështu se si tregohet nuk ka ndodhur, por kjo ngjarje është përmbledhje disa ngjarjeve të cilat gjithë i kemi përjetuar. Nuk kemi dashur me përmend ndonjë ngjarje të vërtetë, në mënyrë që mos ndjehet familja që përmendet e ofenduar. Jetojnë në lagjen më të shtrenjtë të qytetit. Do të thonë, dikush që jeton në lagjen më të shtrenjtë, janë pasanike, elhamdulillah Zoti ju ka dhënë pasuni po. Baba e nan nuk kanë pas fëmijë për 20 vjet. Kur baba bat 45 vjeçar, e nana 42 vjeçare, më thonë 45, baba e 42 nana, me atë metodën e re tani, in vitro që po i thojnë, nana mbetet shtatzan dhe për fatin e saj me 2 fëmijë. Më thonë me bineq, djalë e vajzë. Me qenë se ata fëmijët i kanë pas në mosh, pe paramendojmë sikur se sot me pas ndodh një gjë e tillë, ata tash sa kanë, baba i ka 60 vjet, cilin e kemi emnu Lavdrin, kurse nana, cila është emrue Merita, i ka 57 vjet. Dërsa dhurata, vajza dhe gëzimi i djali janë ba 15 vjeçar. Çfarë ndodh? Pjesën më të madhe të kohës, djali dhe vajza e kalojnë jashtë shtëpisë. Gati çdo ditë në shtëpi vinë herët, por kur? Herët mëngjes, pasi që të zbardh dita. Normalisht si çdo prind, edhe Lavdrimi e Merita bën marak. Mërziten për fëmijët e tyre. Dëshirojnë me ditë se ku e kalojnë kohën. Çka bajnë atje, ku shkojnë. Në kokat e prindve, çdo mendim vjen më i ertë e më i ertë. Ma mendojnë veç keq e ma keq, si prindi. Djali e vajza, as gjanë s'ju tregojnë. Nuk dëshirojnë stilin e jetës e inore, si pas mendimit tyre, ta shoqërojnë me një plak e një plak. Situata vjen e tensionohet, prindë vendosin mos t'ju japin ma të holla. Pasanik kanë pas të holla boll, elhamdulillah, kanë jetu në lagje shtrejnë. Fëmijët çdo ditë, kur kanë shku, kur kanë dalë jashtë, kanë dhënë këtë diçka. Humbja e nga $50 në ditë për dhuratën dhe gëzimin ishin fatal. Për ta tani jeta s'ka kuptim. Ndoshta jo serios, por ndonjëherë bisedojnë edhe për vetvrasje. Keni pa fëmijët kanë njerë, po shkon më kjo. Veç me vra veten, Zoti na ruaj. Por çka bisedojnë. Pardje mund ka ra, domethënë çka një emision komplet në televizion rreth, domethënë çka vetvrasjes trive, fëmijëve. Ishte në televizion. Më thonë është temë që bisedohet rreth saj. Lavdrimi dhe Merita shokohen. Çuditën se çfarë po ndodh. Çfarë të bëjnë? A me vazhdu me javdhan të hollat?
edhe të vitën nga droga, që kanë fillu me përdor. Do thot, ata veç e dinë se diçka është të ndodhë, dhe çka e kanë kuptu se ata kanë fillu me përdor, pa ma përgjithë që në lloj drogës, duke fillu pi marihuana, që të këta ujt, e dejte ato ma shtrenjta, kryesorja kanë fillu me përdor diçka. Dhe, apo, të vazhdojnë mi avdhon të holla, e të befasohen nga ndonjë vetvrasje, dhe më thanë, e papritur. Gjumi nuk i mbyll syt e askujt familjen shpati. Që e kam pas bjemin, shqetësimi është kujdestari tyre. A ka mundësi me ju ndihmu? Sigurisht se është vështirë. Në këtë gjendje, dikujt me i ndihmu është shumë vështirë. Njerëz do të kërkojnë ndihmë, por me ju ndihmu është shumë vështirë. Por, ne jemi mbledhur sot së bashku me bisedu rreth kësaj çështje. Çka nëse dikujt kishte me i ndodh një gjë e tillë dhe kërkohet prej neve një ndihmë? Si ta gjajmë mënyrën më të mirë për me ju ndihmu atyre. Për me bë këtë muhabet, unë kam mendu se duhet fillu duke i ba disa pyetje. Dhe pyetjeve, më thonë, mundohemi të japim përgjigje. Personalisht, këto përgjigje që i kam shkru këtu janë prej asaj se çka vet e kam se çka o përgjigja më e mirë. Nuk jam bazu apo mbështet shumë na përburime me marrë me lexu e me kështu kanë thonë tjetër me gjetat më të mira. Vetë për veti çka kisha me thonë, edhe kum shkruajt. Po e them një gjë, mos e merrni asnjëherë atë përgjigjen se çka unë këtu e kam dhënë që është kjo më e mira. Po merrni vetëm se thjesht një sugjerim, një këshill për atë familje më e mira që do të jetë. Por jo që kjo është më e mira, se me të vërtet nuk është më e mira, se besoj se ka dhe më të mira. Për atë se thjesht janë përgjigje se çka unë kam menduar që është më së miri, por kjo nuk do të thotë që është ashtu. Pyetja e parë është Zoti na rujt. Allahu na rujt, inshallah, s'na ndodh kur as në familje, as në farefis, as kurkun, por çka bën njeriu kur e vret vetën? Çka ka bë? Nuk po flas për shkaqet po i dim, domethënë çka ka ndodhur, fëmijët për shembull kanë pas të holla, kanë dalë, kanë shetit, në tonë këton, janë taku me fëmijë tjerë, ata kanë përdor atë keqen, edhe ta kanë fillu me e përdor, por fëmija për shembull që nuk ka mujt me gjetë ndonjë zgjidhje tjetër për jetën e vet. Ka ardhur deri te ajo që don me vendos me bë vetvrasje. Çka bën njeriu? Do të thotë çka? Kur e vret vetën. Çka ka bën? Ka bë krem. Okay, thank you for it. Çka ka bë? Ka bë haram. Okay, nice. Good. I thoni fjalë murdar. Këto nuk e di se çfarë gjumë është. Çdo me thonë kjo dofta ti e ke lexu. Një që vret veten shko murdar. Kjo është një fjalë shumë e rëndë, shumë keq borse. Po kjo mund të jetë arabisht ose turqisht, nuk e di tash dofta ti ja di këtë murdar. Po, okay. Dhe me thonë, aty e kom gjumë që nuk ka më keq. Ok, kuptoj. Ok, murdar. Dikush tjetër? E ka zgjedh rrugën më të lehtë për ta zgjidhur problemin. E vet. Kjo është absolutisht e ndaluar në fen tonë islam. Ashtë. Po ai si myt vetë, sa si ka filluar drogën më mirë me myt vetën. Okej, po na fuqimi me minimum ja pështu dyqysh, mos no. Si e zonë. Ja pështu dyqysh Zoti na rujt. Se s'dihet se ka njerëz që kanë rrop pishmane, elhamdulillah janë shumë mirë sot. Unë e njoh që jo kanë në jetë.
që e ka përdor shumë keq. Elhamdulillah, sot është të martuar, me grue, me fëmijë. Elhamdulillah është besimtar, musliman, që Zotit. Unë thash e njoh. Unë e njoh. Do thot, çka, sikur se ai se çysh e ka gjetë se kum vet vallahi, me njoft një se kum vet se çysh e ke pështu veten prej atij. Do thot, kobit madh që e ke pas një jetë, po ka pështu një, elhamdulillah. Edhe unë e njoh një zot, po ashtu. Edhe e ka lënë edhe është pendu i ka 3 fëmijë, jeton një jetë normale. Se ka myt vetën, a? Jo, se kam. Elhamdulillah. Edhe njerë herë. Çfarë bën njeriu kur e vret veten? Çka ka bën? Qëre, më thash, unë kam në fund kam e full, për të më thonë që jam, jo, për që jam më e mirë, jo. Kështu, çdo njani. Okej, ka humbë shprej, super. E ka humbë shprej. Ashtë, Unë kisha me thonë për shkak se të rritë është pak vështirë e ka pak vështirë i riu me pranu se çdo problem ka zgjidhje edhe vjen deri te ai akt. Domethënë, ende nuk është në gjendje me kuptue humanitetin dhe natyrën humane. A do ndikush tjetër me fol? Jo, unë vazhdeshta me ditë kur po do me pyet se po çka ka bë, apo do me ditë në mënyrë shkencore, çka ka bë, a mënyrë fetare, a çfarë mënyrë? Jo, po unë e vëdam që s'është me rasti unë e shapë vetëm. Unë thash ti çu e kupton çta Mustafa. Edhe unë çu e kuptoj, çdo njëri pa Për shembull, unë e kuptoj se një njeri që e myt vetveten, mas pari nuk është normal. Atë jetën normale që është që ka krijuar Zoti që ka folë. Se Zoti Zënëshanu ka ndaluar vetvrasjen. Ashtë. Edhe në bazë kësaj na ai do të thonë në atë moment nuk është normal. E dyta domthon ka bo haram edhe në unë shushedi, atina zënoza nuk i folet. Për arsye se ka bo vetvrasje. Ashtë. Do të thotë që e ka bo një krim, ose më mirë më thonë, e ka bo e ka mohu edhe ligjet e Zotit. Kur i mohon ligjet e Zotit, edhe urnat e Zotit, do të thotë ka bo kufër. Ashtë. E këta, anë qo se marë një shkencore, ai do të thotë nuk është, në që përthë këta, është abnormal, u dollë pej asaj jetës normali. Po krejë që për edhe i ka vro zhjitën. Po më thonë që vetë, normalisht, çdo këtë përgjigjet janë të mira, përgjigjet janë qëlluma, po thamë, vallahi, çdo gjë është me vend, o qëllimi dhe më thonë, se çdo njani me marë, me thonë, për shumë me bo me të pyet dikush, çka kishe mi thonë, që t'jo është qëllimi, që t'jo është jale, Mustafa, nuk është puna për kush pja qëllon, thash. Unë për shumë ku më zhjetë për veti. Në e dim, ne nuk e qëllojmë. Na e dim, të jenë të këtu, e dim. Vallë, unë po foli për veti. Ka njerë, unë e së janë qëlloj, vallaj, ta. Këtë gjematit janë këtu, ta e dim. Inshallah. Ta e që vetën është largu për i pëshirës e Zotit me vendimin e tina. Ashtë. Unë për shumë ku më thonë që shka, a njëri ja ka zhdu jetën vetës. Më thonë qka, është konë gjallë, edhe ja ka zhdu jetën vetës. Qka, a i ka menu ma që si vy një jeta kur gjallë. Edhe qka me bon, jeta shkon ndryshe, vetë qështu. Unë e kam zgjedh këtë jetë, a i ka rapi shmam, në kështu kujtoj. Jam i bindur që a i njëri, me njohë kum pasas me bisedu. Më ka të regu. Kur kum hi si të luj. Kur kum fillu me e përdor si të luj, s'pa ka marrë meja që del që aty. Po kur jam varë më pisaj, shka shpesh herë kum menu për vetvrasje, për një arsye shumë thjesht. Pse? Se s'kum mendu që ka mundësi ndryshe me pështu. E pështimi jem o konë vetvrasja. Pështimi jem o konë zhdukja jetës. E kjo shumë e ranë. Për ata si ju në kom qenë, për shumë, do në pyetjen tjetër, qka me bo? Me bo, atëherë pra, qka është jeta? Qka është jeta? Krejt na e kemi, jetojmë sa jemi gjallë, alhamdulillah, po qka është jeta?
Ka është një nimet që ne ka falë Zoti që lëshon. Super. Sigurisht. Një dhunti e Allahut që ai na e ka dhënë. Tash mos ta bëjmë mikrofonin se tani masanej na bjen me marr me. Edhe motat kanë mundësi me marr pjesë. Kena pas problem me sound. Ani s'ka. I think. Se vëlla. Çka është jeta? Elhamdulillah. Allah, si të mos të pëlqen që ku është ora nga sa. Është një pyetje shumë e madhe që vështirë me ta përgjigj. Gjëra unë e kam zgjedh një përgjigje. Pala ja kam çellu, që kum thon diçka. Po vëtat. Se e di pse, s'po du se ta thamë me se thon ç'ashtu është atë ka përsi. Apo pjesosh. Si mos na pëlqen stojna hiç. Po faleminderit. Jo për bes, ti thuje natën e kush po aki ndryshe. E ç'ashtu pra. Ani. Aq sa kom gjuhë dhe mendoj unë. Allahu e ka kriju njeriu për i ka dhënë jetën, për e ka ndalu absolutisht me vrarë veten. Tashti, herën e parë njeriu duhet besojë në Allahun, duhet të jetë musliman, por duhet të ketë dije për fenë e shenjtë islame. Edhe nëse ka dije për fenë e shenjtë islame, ai kur nuk bin në këto kondita, edhe në këto dikadenca. Ashtu, sepse respekton, mbron ligjin e Zotit, ligji i Zotit, ligji i Allahut e mbron atë. Edhe jeta absolutisht është e ndaluar me vrarë veten. Njeriu do të jetojë, do të kryejë detyrat e shenjta që i ka dhënë Allahu. Edhe ai ka zgjidh problemin këtu edhe atje. Po njeriu që nuk beson, pastaj shejtani mallku qoftë, që na nuk e shohim, pa ai na shef. Ai ndërhyn në jetën e njeriu. Edhe e detyron ato me vrarë veten. Armiku i padukshëm. Domethënë se po flasin, domethënë çka është jeta? Domethënë jeta është një dhunti e Zotit që tha vëlla Omer am trajo. Jeta është kjo që ne do jetojmë këtu, po me qëllim që të fitojmë jetën e përhershme atje. Jetën e përhershme atje. Jetën e përhershme është xheneti. Sepse sot na ruaj tjetra është xhenemi. Edhe këtu është problemi që njeriu e ka ndaluar me vrarë veten se ai legji këtë jetë. Po humbë dhato. Edhe ato. Okej. Edhe njëri për juve dyve që të përfoni në vetë, sigurisht keni diçka me thonë ju dy. Hajde. Hajde. Ata kanë biseda tjera. Çka? Ja, mor, ja s'kan orë me mobilit të tjera këtu. Ja. Na kemi unolla. I'm going to talk English because Okay, don't worry. I think life is you're born, you have a family, you work hard, you help others, and you try to succeed as best as you can. Be nice to your neighbors, and to go forward in life in that fashion. Okay. And that's what I think life is. Unë kisha thënë jeta është obligim. Obligim që ti thon këta anglisht, you have to make the choice. Për atë obligim. Okej. Jeta është obligim. Jeta mund të jetë një koncept që Zoti Xheleshon e ka përgatitur për njeriu, e cila e përcjell deri në vdekje. Ati koncepti, shembull, aty lihen të gjitha këto shejtanët dhe vëllezërit, do të thotë edhe do të më përmbajt sot deri sa të është gjallë, ai dhe deri sa i ka dhënë Zoti yll në këtë jetë. Duhet me përmbush obligimet, të cilat ja ka dhënë lumi Allah, si koncept, do të them dikush do të koncept se beson ato që natyra ja ka dhuruar. Nuk po. Unë po kisha thonë kështu. Ma thonë, e kam zgjedhur një përgjigje. Edhe këtë po them, do të thonë, qëllimi është po që se na ndodh neve me kanë diku, do me fol motra, letrodnan. Se ja. Si e shohur jetën si një rrugë me shumë stanica. Po, shumë mirë. Stacione. Bukur, s'ka lidhje, në rregull, shumë mirë. Ani. Jeta është një dukuri, është diçka që çdo sent e kthen në një trup gjallë. Çdo sent e kthen në një trup gjallë. Diçka pa shpirt, jeta e bën me shpirt.
diçka që s'lëviz, jeta e bën me lëviz, dhe diçka që s'rritet, jeta e bën me u rrit. Do thotë njeriu, po mos ketë jetë, nuk zhvillohet, nuk rritet. Njeriu nuk lëviz, nuk mendon, nuk vepron. Jeta është ajo se çka njeriu e bën, do thotë çka me qenë i gjallë. Ajo e dallon, do sa për shembull trupi pa shpirt s'ka jetë. I ka gjitha pjesët e trupit, por jetë nuk ka. Ishte buku understood brother for you? So unë kështu për shembull, unë kështu e kisha dhënë përgjigje për vetë. E tash, pyetja e tretë. A e ke bën ti jetën tënde? And in English, did you make your life? Ti a e ke bën jetën tënde? Initially, dhe më thonë, fillimisht. A e ke bën ti jetën tënde? Qoftë se na presish ne për xhallarët, mund të thoni jo se jemi low income people. Kjo shanse sta bësh. Ki fjalën jetën si fillim? Po si fillim, si fillim. Kurse kam pa jetë vetë We try our a ke best. jetu? E tani e shkon të çfarë fjalë? Sigurisht. Po. Yet you have a lot of responsibility. I mean, when you're born, you become a man, you have children. I think in life you need to explain to your children. When the first step is to whatever you experienced in your own life to share with your children, and not to be afraid to open those doors in a fashion where you say, oh, a long time ago they said, oh, that's Mada. Don't talk like this with your kids. Don't talk like that. Today's society, I think you should be open in your life that, you know, what you hear is for your kids to express your feelings, what you experienced in your life, and how to open their door to talk to their mother and father. My question is, did you make your life initially? I mean, from the beginning. Are you the one who made your life? Or someone else made your life? Or how did you come into this world? From God. Absolutely. Okay. Good. So, unë për shembull kam thënë, e kum përgjigje për shembull, a e ke bërë jetën tonë, kum thënë as pak. Unë kam marrë këtë botë pa dëshirën teme dhe pa vullnetin tem. So it wasn't your choice to come into this life. Do me thënë që pyetja nuk ishte bashkëmirë e caktuar, që në të Po, thënë a e ke po bërë dhe- jetën tënde si Po dhe a e ke kriju në atë kuptim. Ishte pak. Po, e ke Ishte pyetja pak. Okej, to do të thonë, do të më marrë me rregullu këtu. Mirë, Me pas si duhet. Ne njerë kuptuam atë. Me herë kam jo. Gabimi është do të më marrë me rregullu. Nice. Okej. Do me një ke rrugë tash. Buk, dëgjoj. Ku të vëm brava Shifë. që të pulla. Rregull. Nëse jetën, më thënë, pyetja e ashtu është kjo. A e kanë kriju pra prindët e tu jetën tënde? A janë prindët e tu ata që të kanë kriju ty? Are your parents those who created you? Yes, in Biblia. Of course, in science, yes. Po in science. What about, për shembull, çka mund kishte me thonë shkenca? Unë e kom një shok, hoxhës, tash i ka dikun afër 60 vjetëve. Ka shëtit botën. Edhe vetë është i shnosh, edhe shoqi e vetë është e shnosh, nuk ka asnjë problem për me pas fëmijë, s'kan fëmijë. Ka shku në Gjermani, ka shku në Zvicër, në Austri, në Itali, në vende tjera, ka s'mos në mënyrë që me ndihmu për me pas fëmijë, sikur çdo kush që ka qef. Po ligji i Zotit është në Për shembull, shkenca, çka kishte me thonë për këta, për shembull, shkenca thot, për shembull, bashkimi për shembull i spermatozoidit me qelizën vezë, ku ti bësh bashk lind fëmija. Çka në qoftë se nuk fekondohet qeliza vezë?
A ka bova ki për shembull, edhe me që këtu për shembull që ky ka nafaka e lavdrimit edhe meritës, që me pas sukses ajo metoda in vitro për me u fekondu veza. Është bo artificialisht, të më thonë, jo me marrëdhënie gjinore, ama që ka kur sukses. As ka raste kur nuk kur sukses. Edhe shkenca s'munën. Do janë se what I mean? Just the human body, you know. Right? You can't make Apo? kids, you can't make kids. Ato janë rregullat zotit. Në digjo, ferit, e di për shumë paramendo për shumë se na e dim në qoftë se shve njeriu sa është afër Zotit, aq kujton për Zotin. Nëse ti e ki ton kohën afër, për shembull, e ki e qëtë telefon, ka internet në ta, ka ato, ka këta, ton kohën mend i ki të ky, e mendon se ku kam rri njerëzimi, çka është të bën njerëzimi, ton kohën mendin e ki të preokupuar me te, pak kujton për Zotin. Edhe për shembull, e shikon për shembull Science Channel ta kallzon kjo ku kam rri shkenca. Shumë njerëz thonë kështu. Apo valla. Edhe domethënë njerëz këtu e humbin atë kontaktin me Zotin. E na po dëmë me fol për shembull rreth asaj se si kemi mundësi njerëz me i bëmi pru afër Zotit. Me e kuptuar atë që ka diçka që shkenca s'u bën. Sot çka më thonë sabah? A e pati se çka kishin dirë? Shkenca do të arrijë njeriu në vdek ka dek baba pa shumë tregove. Para sa viteve me ta ngjalla pet. A ke çështu? Po ta kishin çuni meja. A kupton? Dhe kjo është Nëse kishin dashur që ta bëjnë. A e kishte shpove shumë. Drejtjen e parë mundet me bë në drejtjen e dytë. Ai që mundet me bë në drejtjen e parë, krijimin e parë mundet me bë dytën. Shkenca s'ka arrit me bë asnjëherë krijimin e parë. Sikur të arrish me bë krijimin e parë, do të kishte mundësi me bë çfarë do të thotë ti, apo do të kishte kishte mundësi me bë mos vdekjen, kontinuitetin e jetës. Por do të thotë sa është mundësia as me vazhdu jetën, dhe sa është mundësia edhe me kriju bë krijimin e parë. As nga shkenca, as nga askush tjetër. Gjitha këto janë vetëm se lexim i zinxhirit sebeve që Allah xhaleshanu i ka bën si formë e jetesës në amisën kohën se thuhet në gjuhën arabe apo natyrshmëria e shkaqeve që i lidh Zoti xhaleshanu në bazë tyre ne arrim në njoftën e Zotit. Zot njeriu nuk ka mundësi me zgjat jetën, se sikur të kishte mundësi me zgjat jetën, do të kishte mundësi me fillu jetën. E s'është mundësia as me fillu jetën, as me zgjat jetën. Mirë po është ajo mundësia e vetëm se maintaining atë mirë mbajtje. Mirë po jetën as nuk e ka kriju, s'm ka kriju mua as baba as nana, as kanë mujt me kriju vetë vetën, as ka mund me kërkush me kriju kërkonin. Mundësia është vetëm se rënditja në zinxhirin e sebeve që Allah xhaleshani ka para pa, që në çet formë njerëz janë mendojnë se çështë vazhdo jeta apo çështë zhvillohet jeta. Nëse jetën shkenca s'ka mundësi me kriju, jetën s'ka mundësi shkenca me vazhdu, dhe të vazhdon. Për ndryshe, krejt ajo që njerëz din, do të ishte më pa kuptim. Faleminderit. Unë e kisha qëllimin, të më thonë, shumë bukur e tha Tahiri. Për mua është 100% se si tha Tahiri. Është problemi sa na krejt që shtu menojnë. Edhe për mua. A kupton vëlla? Sa gjithni, nëse kjo audiencë alhamdulillah jena njerëz fetare në rregull është, po paramendoj sikur se të kishmi të tjerë, se çka ne i njohim, i kemi axhallar, i kemi dajallar, i kemi teze, halla, ton njerëz për shembull se çka janë, ose paramendoj për shembull ai emaili ka ardhur dikujt, sa përqind njerëzve besojnë se ajo mund me ndodh. Se ai kur e kanë nxjerr ato atje se kanë nxjerr për kot, jo. Sa sta mërmendja. Sa sta mërmendja. Do të thonë, ai ditë ç'po thotë? Tham 1% e madhe besojnë. 1% e madhe besojnë. A shef sa është interesant. Do të thotë, shumë mirë se çka e tha Tahiri, është mos e vërtet, por një shumicë e njerëzve besojnë që shkenca mund me arrit me ngjall të vdekurin. Për çka? Për arsye se ne jemi të rrethuar me shkencën tonë.
Ne merremi me shkencë të nëmë, po thënë duke fillu prej iPadit, iPadit, iPhone-it, çdo gjashtë ajo njëri kishte thonë, ketën iPad, veç një thonë ajo deri s'ka, që të zënë ka veç iPad. Deti ka iPad. Ajo e fëmijët i kanë këtë qerët. Deti ka iPad. është fjala te ajo, elhamdulillah që kjo rinia këtu se shkën, domethënë çka çta e vlat te ton. Kur ju ka ardhur ky email, sikur se çu ka ardhur fejit, sa këta besojnë se kjo mund me ndodh. Kjo është me rëndësi. Ajo. Sa na kemi bindje që shkenca kur s'mund me mri me ngjall të vdekurin. A kupton? Këtu është qëllimi. Unë mendoj kështu. Urna vlla. Tash ndëgjuam vetë folën para dhe mund ta kom pak më. Po si jo, ti je not. Unë mendoj këtë fjalë që e thatë ju se ka ardhur një mail e lajm. Unë besoj që ata besimtarët e fortë kur nuk e pranojnë. Ata e pranojnë vetëm ai që nuk beson, nuk është i vetëdijshëm se çka nuk ndodh. Por ai që është me të vërtet besimtar, atë lajm asnjëherë nuk e beson se ta e se 90%. Unë besoj të kundërt. Që 90% nuk e besojnë që do të ndodhë ajo, por 1% me besimin e lidh mund. Domethënë, e vetmja mënyrë për me ditë do të më bëni sondazh, edhe me pas statistikë në njerëzve. E din, për shembull, na skemi bën, po them, edhe ajo është relative. Din pse? Pse mbaret se ku e bën. Nëse e bën në Turqi për shembull, ku është niveli i lartë i besimit, ka më dal numri ndoshta më i madh i atyre që nuk besojnë. Po nëse e bën në Amerikë, ndoshta del më i madh atyre që besojnë. Po në nivel botror, edhe unë besoj. Puna atyre që besojnë këtë punë është si puna e rushës kur ka marrë modhe me hënë dardha. Ka si vjet ka me pas dardha shumë. Ka kupiti ka se mi kona shumë kam qep me hënë. Ata njerëz mund të besojnë këtë punë se kanë qep se jo pse është mundësi realizimi, mirë po është dëshirë realizimi, jo mundësi realizimi. Shumë bukur. E njëjti mesazh ishte në Facebook, nuk di a ka pa dikush. Për një gjysë ore ajo kishte ata like, sa napin me kuptu atë different story. Kishte like 180 diçka e 1 2 3. Ashtu 1 2 3 mesazhe që refuzonin. So no, ata don't like Scott, po që refuzonin mos u merrni me kësi marrinë ashtu gjëra, për gjysë ore. Une për veti e kam zgjedhë këtë përgjigje. A ka mundësi? Okej. Unë kam thënë, nana dhe baba i përngjajnë arës dhe farës. Allah në Kur'an përmend, nisaukum harthun lakum. Dhe nuk është përmend kot. Unë atë shembull e kam zgjedhë. Pse kam zgjedhë atë shembull? Pse lexoj Kur'anin dhe më pëlqen Kur'ani, frymëzohem prej Kur'anit, kam qef, atë ta përcjellim me juve bashkë. Do të ta shoqërojmë gjithë. Thot, nana dhe baba i përngjajnë arës dhe farës. Farën e mbjellim në arë. Pastaj fara mbin vet ose nuk mbin. Pastaj fara mbin vet ose nuk mbin. Pra, ne e kemi mbjell farën, por nuk e kemi mbi farën. Ne vetëm e kemi mbjell farën. Ajo fuqi që e ka mbi farën, për ata që besojnë, e ka emrin Zot. Për ata që nuk besojnë, e ka emrin natyrë, Mother Nature. Ashtu ajo. Për njëna pa tjetër është. O do të thot Zoti, o do të thot natyra. Ata që besojnë, thojnë Zoti e ka kriju. Ata që nuk besojnë, thojnë natyra e ka kriju. Me rëndësi është se krejt besojnë se kur gja zbahet vetë. Kjo është shumë me rëndësi. Do thënë, gjdo kush beson se kur gja zbahet vetë vetiju. Accidentally. Accidentalisht s'ka kur gja. Dikush e ka ba.
Ne ati se çka i bën sendet, që i krijon i thojmë Zot, ata i thojnë natyrë, po kryesorja është, domethënë, e mbaj mend Kusherini Mari ka pas thonë një ligj fizike, sa të kujtohet ke pas thonë, në fizikë ke thonë, ti di që quhet ajo ligji kauzalitetit, atë që di që. Në moment që të po të thonë, pa pas një fuqi prej jashtë nuk ka mundësi mu bë lëvizje. Ka mundësi mu kriju energji, pa u marrë një energji dikon. Domethënë ka mundësi veç mu transformu energjia për njënës në tjetrën. Tjepat e përmend një farasti që Isaac Newton e ka thënë, ka marrë atë lozi i ka thënë. Edhe lozi është me një shtizë që i rinë kështu, drejt, edhe ai thot, ajo thot rinë drejt. Thot, edhe është e vënuar aq precisat, po thot dikush do ta shtin që të lëviz gjithmonë pa ndal. Edhe kush do. Po dikush një fuqi e jashtme do ta shtin. Do patjetër duhet një fuqi e jashtme. Po, Isaac Newton këtë e ka thonë. Ka thënë ai dikush do ta shtin, se pa më shtit dikush nuk mund. Faktikisht do të thonë çka edhe ajo fara, ato dikush duhet me e qel atë farë, e për me u bë trup, e ai trupi mu rrit më ana, tani me dal jashtë, edhe mu bë bima. Nuk ka shans ndryshe, ha? Nuk ka mundësi dhe. Me rëndësi është se çka kur gjatë zbahet vetë. Kjo është shumë me rëndësi. Nothing happens accidentally. Tashti. Unë, bile këtu, në qofë se, a do të kemi po, inshallah. E kam zgjedh edhe një shembull tjetër. Më ka pëlqy shumë, edhe e kam shkruar. Se dhja ja kam qëllu. Prindërit i përngjajnë, kjo për gratë shkon ma shumë, i përngjajnë një makine për qëndisje, e cila sot ka arrit me qëndis vetë. Unë e kam një kusherin temën, e ka makinën ajo qëndis vetë, makina. Kjo ku gjëm me dorës prej keq, e kom pa. Makina qëndis vetë. Edhe mashallah po pën pare shumë mirë. I zgjedh ngjyrat e pejve vetë, makina. Vetë i zgjedh ngjyrat. Edhe ngjyros lulën vetë. Ose çka do që ti për shembull e ki aty. Por makina e ka një problem. Një problem e ka. Çka është problemi? Nuk ndizet vetë. Një, dhe e dyta nuk programohet vetë. Dikush duhet me ndes edhe me programu. Duhet dikush tjetër ta shtypsusën e ta ndez makinën, gjithashtu dikush duhet ta programoj, pra dikush tjetër duhet ta zgjedh modelin dhe ti zgjedh ngjyra. Dikush tjetër e zgjedh, Allahu thot me Kur'an, e zgjedh çka atë se çfarë do të lind nga barku i nanës. A do të jetë mashkull, do të jetë femën, çfarë fizionomie do të ketë, çfarë trupi do të ketë, gjitha ato, domethënë, dikush tjetër, nuk je ti ai që i zgjedh ato. Ti i afron, i bashkon, është pse vërtet, por dikush tjetër e ndes sustën, edhe dikush tjetër e programon atë. Ne nuk kemi gjatë dorë. Ne vetëm se çka e mbjellim farën arë. Dhe e presim me dalë vetë produkti. Ka që njeriu ka ndorë vetë. Këte vëllai dashur, shkenca nuk e beson. Këtu është dallimi mes atyne se çka janë besimtar, musliman, për shembull, edhe shkencës si shkencë e cila, do më thotë, nëse diçka nuk hyn në eksperiment, nuk e beson atë. Prandaj dhe i thotë, natyra e ka bërë. Beson se ka një fuqi e jashtme, por çka përderisa nuk ka mundësi ta ekzaminon, nuk ka mundësi ta eksperimenton, s'flet për të. Pyetja e pesë. Nëse jetën se kemi kriju, tash më thënë jemi këtë bindur që nëse kemi kriju jetën, atëherë çka është jeta për ne? What is life for us? Çka është jeta për ne? Jetën e kemi, e posedojnë, e zotënojnë, më thonë çka njeriu mund marrë deri në shkallë, Zoti na ruaj, dhe me vra veten, me shuk jetën e tij, ha? Ka mundësi të thotë çka e zotënon ti. Apo e çka është jeta? Po mundon ata shpejt me bot pyetje,
Tamam. Çka është jeta për ne? Për ne çka është? Çka është jeta e bënëm si pyetje domethënë më herë. Po çka është jeta për ne? Në këtë kuptim. Jeta dhurat për Allahut. Mirë, po këtu më kemi problem me shkencën që thetë ju. Po mos ta marrim kohën atë shumë me shkencën tani. Jo, për shkurtër. Shkenca është krijuar nga ata që nuk besojnë në Islam, edhe ata që nuk besojnë në Islam, a herën e parë është armik i vetvetes, edhe pastaj armik i gjithë njerëzisë. Sepse Zoti ne na ka krijuar me dije, ti e di ato nuk po hyn më fell, Ademi ka mësu me leht, se si thonë. Edhe kështu që Ademi na krijoi në këtë botë. Një, me jetu mirë në këtë botë, me onë kësaj bote, me fitu botën e përhershme. Botë e përhershme është xheneti, ose Zot na ruaj me fitu xhenetin. Këtu tashti, autori i gjithat këqijave, autori i shkencëtarët, o shejtani më qoftë. Ky tashti ka kriju disa gjona falso. Një të vërtetë, 99 falso. Ajo që është e vërtetë, për shembull ka bën një eksperiment shkencor, edhe jepi kontribut, po janë 99 që japin dëmke në shkencë. So jeta është dhurat. Atë çka e thon fillim, atë e kam marrën si përgjigje. Jeta është dhurat. Kaç? Do thon dhurat që tha ti për anën e Zotit. Po. Do thot, ky është mendimi im, a ka dikush ndonjë mendim tjetër? Po me qëllim. Jeta është ka qëllim. Po vetëm ta krym pastaj, se që mund se do të na merr kohë shumë. Vazhdo. Jeta është një emanet që na ka thënë Zoti dhe që do punë ti bëjmë. Do një emanet është gjithashtu, do thonë është përgjegjësi plus asaj. Jo vetëm se dhunti, por është edhe përgjegjësi. Do thonë një emanet prej anës Zotit. Një nimet, një dhunti prej anës tij, por është edhe një emanet. Me fitu xhenetin, me fitu atë botë ose me hum. Ka qëllim, jeta dhënë këtu, me fitu atë botë që është e përhershme, ose me hum. E humja është në xhenem. Po këtu është autor shejtani mallkuqot. Edhe shkenca është e krijuar nga ata që kanë autor shejtani. Nëse kemi shumë shkencëtar që janë bom musliman. Shumë kemi. Po ata që Axharamis kemi shumë shkencëtar. Ata që janë të mëshëm. Dgjoj, më ka pëlqy thënia një dietarit musliman, i cili është, më thënë, fytyrë e njohur publike sot, shumë e njohur publike, ka thënë se e kam gjetë më të lehtë mënyrën se si me i bind shkencëtarët në Islam se sa fetarët në Islam. Kështu thot. E kam gjetë më të lehtë mënyrën se si me i bind shkencëtarët në Islam se sa fetarët e feve tjera në Islam. Thënë pse? Nga se shkencëtari e ka thënë gjysmën e shahadetit. Ka thënë la ilahe. S'ka zot. Shkencëtari thot s'ka zot. Nga se nuk mund të eksperimentoj. Shkenca është që dituri eksperimentale. Një definicion i shkurt, se dhja e kam që duke qështu. Dituri eksperimentale. Futet të eksperiment, e shë rezultatet i beson. Sëretin mund t'jen vetëm se teori. Materialistik. Pa. E tashti, thot, shkencëtari e thot, la ilahe, s'ka zot. Vici kam vitë me thonë edhe, illa Allah. E thot, e kam gjetë shumë të lehtë mënyrën se si me bind një shkencëtar me ardhë në Islam. E kam pas më vështirë një fetar një feje tjetër me ba musliman. Në thot, ka herë të shkencëtar, edhe ka mundësi të udhëzohen. Nuk ka dyshim se janë dietarë. Kjo është përsëri mendimi jam. Ajo është me vend. Okej, tani, pyetja e ardhshme është. Pra, nëse jeta është dhurat, dhe për ne dim se neve na e ka dhënë Zoti, shkencëtari ka më thënë na ka dhënë natyra, në rregull, pyetja është kjo. Pse Zoti na e dha jetën dhurat? Për qëllim që me onë në kësaj bote
o do fitojmë jetën e xhenetit që është e përhershme, ose Zot na ruaj, do na mashtroj shejtani më qoftë, që është armik i padukshëm, edhe do të përfitojmë xhenet. Edhe shumë besimtarë, shumë ta që nuk besojnë Islam, realitetin, ose nuk bëjnë eksperimente në fe, që jo eksperimente, për nuk shpikin, nuk gjenjen, nuk mashtrohen, që shpikin fen Islam e fen atjera falso. Se më të shumë në Islam kanë shpik fen atjera falso. Ok, në rregull, vetëm pak. Që tha pyetje deri tash që i ke parashtruar, çdo njëna prej tyne është, domethënë, jo vetëm pyetje që dën një përgjigje është të shkurt, po për secilën pyetje unë besoj që mund të flitet ndoshta një ligjërat për 1 orë, 2 orë, 3 orë varet prej prezantuesve. Domethënë janë shumë e gjatë. E pyetja e fundit, pse pyetja e fundit tash e bëna cila ishte? Se Zoti na ka dhënë jetën dhuratë. Jo, ndryshe ke pa. Pse Zoti na e dha jetën dhuratë. I don't think God gave us a damned life. I think God gave us a great life and challenge. I think every human individually is damned themselves, the way they treat themselves and the people around them. In other words, the people grow up, they do drugs, they eat too much, they drink alcohol, so you damn yourself. God doesn't damn you. You damn yourself with your own hands. So you're in control of your own self-being. So I don't think we're damned from I God. understand. The question is, why God gave us the life as a gift for us? To help others. We should go and ask him. I think to help ourselves and to help others. That's, if the world was like that, it'll be in peace. Okay. Hajde, vllai, do me folta, shqire. Opa. Jo, unë di tash prehi me zemër, ama nuk me shpirt, ama nuk di me fjalë si tash Po prehi. valla po e thu shumë mirë, çashtu me zemër është më e mira se ke me fjalë, ta di. Po s'ka sunë gjan fjalën, se atë jo problem. Se shpirti e din, po unë se di. S'ma tregon. Me... Zoti na dha jetën dhuratë që ta besojmë Allahun, kështu shkurt. Nice, I like it. Di pse feri? E tha edhe dikush e tha shumë bukur, e tha Zoti na e ka dhënë jetën për me njoft atë. Më pëlqej si përgjigje tre. Zoti tha na e ka dhënë jetën për me njoft. Për më bëj i njoftshëm Zoti, domethënë te na ka kriju ne, që na me njoft ata. It was a nice answer, një përgjigje e bukur. Po, përgjigja asaj ka sa e mund në kryotën e me lekne. Nuk në bëtë insan. Po në thashën e ishte e bukur. Po. A ka dikush? Për që sa herë ke fillu me më kthy veçanaj për këtë herë. Tash kështu ka. Okay. Guys, ha dikush për ju. We've done these things in Islamic studies. Speak. Pse Zoti na e ka dhënë jetën dhuratë? A ju motra dikush atje? Për sekonda. Ha. Zoti na ka dhënë jetën dhuratë ne që nuk kanë numra matematike të vesh këta. Për të njohur Zotin jon, kjo është prapë merit për ne. O merit për ne si krijesë. Mirë, po ka dhënë dhe konditat me vazhdu ligjin e Zotit në Islam, se ka 2 jeta. Me bon këtë jetë, edhe me fitu jetën tjetër. Ashtë, shumë. Se qofë se ne do të alëm, do të mashtrojmë vetën, se është armik shejtani, mos arrojmë to, ma ku qoftë. Edhe shejtani ka bon shok. Shumëtët ka bon shkencëtar shok, që kanë kriju një metodologji, pa bismillahirrahmanirrahim. Pa emrin e Zotit, aty jam kryesisht gabim. Aty dhe unë që jam minjonon, e di vetë që ata jam gabim. Mirë, po tash ata kanë marrë forcën dorë, shejtani ka kriju metodologji, gjithë elektronikën, edhe gjithë njerëzit dhe me thonë që e simpatizojnë ato,
Edhe kështu që ka forcën dorë, tash këtu duhet më urujt ne. Po të kuptoj. Nëse ne nuk po flasim tani për shkaqet, pasojat, mënyrët se çu shmuzën. Ne vetëm se domethënë po flasim për asaj, domethënë pse pra ne tash po e besojmë se Zoti na e ka dhënë jetën dhurat, ose disa që janë besimtar thonë natyra na e ka dhënë. Në rregull. Po tash pyetja është pse na e ka dhënë Zoti dhurat? Më pëlqej më shumë ajo për shembull që ti thave, na e ka dhënë që me njoft Zotin. Ai ishte. Në rregull. Më thënë ka edhe pikë tjera, ti lëm ndoshta dikush tjetri do t'i thotë. Po, dakor. Jo ti po duhet dikush më fol, ha? Mohamed, pse na ka dhënë Zoti jetën dhurat? You can say it in English too. A dhe dikush për juve trive? Jordani. Ha? Unë s'po bëj krahasime si qenje ma e dobtë, me thonë na qenje e dobtë të njerëzimit, nuk jem u krahasu me Allahun, për shkak se ai është kryesi jon, por besoj që sikur ne kur e japim një dhuratë të njerëzimit, te dikush e japim për më na falendëru neve. A njeri i cili është përballë neve që ja japim dhuratën, ai na falenderon neve që ja kemi dhënë dhuratën. Ashtu besoj që është edhe Zoti na ka kriju neve që ta adhurojmë atë, të falenderojmë atë që na ka prunë të bëjmë. Mashallah, shumë mirë. Kjo është më e Shumë e mirë. Domethënë se kur fillon Kurani fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Fjala e parë. Falënderimi i qoftë Zotit, Zotit të gjithësisë. Do thotë Zoti na ka kriju që ne ta falenderojmë atë. Do thotë ai na ka dhënë dhuratë jetën, ku të jep dikush një dhuratë, ti falenderon atij që ta ka dhënë dhuratë. Unë besoj. Okay. Unë për veti e kam zgjedh një përgjigje që është e për afërt. Unë kam thonë kështu. Kam mendu kështu. Zoti na e ka dhënë jetën dhuratë pse ai neve na don. Do të thonë njeriu kur i jep dikujt një dhuratë, i jep dikon që e don, dikon që e respekton, në këtë dynja ka dhe qëllime tjera. I jep për në interes ka mundësi. Por te Allahu nuk e besoj atë që është bon për ndonjë interes nëse si e kuptoj. Do të thotë Allahu na e ka dhënë jetën pse ai neve na don. Përderisa në kushte normale të jetës, çdo kush e do jetën, domethënë na e dojmë jetën, edhe ai që na e ka dhënë pse na ka dashur. Domethënë na jetën e dojmë. Vetëm kur ka njëri, do të thonë situata të vështira, don me myt veten, por ndryshe jeta është e dashur te çdo kush. E përderisa Allahu na e ka dhënë jetën, na e ka dhënë pse na ka dashur, e nuk na e ka dhënë pse na ka urrejt. Pse shpesh herë bën vaki. Unë kam dëgjuar njerëz, o Zot, pse më fale bre? O Zot, pse më krijove bre? Po s'po bën me këto mërzije, me këto telashe, këto dete, këto peripeci të jetës. S'po shkon më kështu jeta. Po. Ma mirë të më kishe marrë. Ha? Zoti në rujtë, më thënë njëri, a ka mundësi me thonë? Ka mundësi me thonë. Duhet një gjatë ta kuptojmë se Zoti në asnjë mënyrë nuk na e ka dhënë jetën pse na ka urrejt. Po na e ka dhënë pse na ka dashur. Dhe na ka fal me dashuri. Na ka fal pse na ka dashur. Në traditën islame tonë, domethënë me hadith, domethënë me thënien e pejgamberit alayhis salam, tonë thuhet se ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu e don robën e vet, e don njeriu më shumë se sa nana që e don fëmin e saj që e ka përgjinjë. Për me ndonë nana saj e don baba se don, si nana kur, për që të dhe haku është 3 herë më i madh. Pse dashnia e nanës për evladin është 3 fish më e madhe se e babës për evladin. E thot, pejgamberi sallam, Allahu don ty më shumë se sa nana kur të ka pas ty përgjinjë. Është shumë e fortë kjo. A din me e marrë me e kujtu mirë. Ai don ty më shumë se sa nana kur të ka pas ty përgjinjë.